meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Sepse zemra jote duhet i thush rreth çdo minutë 70 herë, çdo orë 4200 herë, çdo 24 orë 100.000 herë, 365 ditë vitit 35 milion herë. Nëse të jep Zoti 70 vjet jetë, zemra jote rreth 3 miliard herë. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që tham i ka dhënë falas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسمه. E falenderojmë për zemërsisht madhin Zot, krijuesin ton dashur, atë i cili na dha jetën, na bëri për njerëzve, na bëri musliman dhe muslimane, i qofshim fal, na bëri për besimtarëve dhe besimtareve. E lavdrojmë dhe e madhërojmë dhe e lartësojmë shumë për çdo të mirë dhe begati që na dhuroi. E lartësojmë dhe e madhërojmë shumë për shkak të qenies tij të lartë edhe të madhërishme që ka. I themi si në çdo xhuma tjetër, i madhi Zot na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe punëve që i bëjmë. Sepse vëllezër dhe motra të nderuara, nuk e shkatron njeriu asgjë tjetër përveç se e keqja që grumbullon shpirt, edhe ajo që e shpreh, që e praktikon në jetën e përditshme. Dëshmojmë një zëri me dëshminë e madhe të shahadetit, që sunduesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njëri si gjithë ne, i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Islam. Vëllezër, motra të nderuara, muslimane dhe musliman të begatshëm, këshilloj veten time rradh parë dhe gjithë secilin për ju, jemi njerëz të përkushtuar. Gjithë jemi dëshmitarë, sekondat po kalojnë, minutat po kalojnë, orët po kalojnë, ditët po kalojnë, javët po kalojnë, muajt po kalojnë dhe vitet. Dhe po afrohet dita me shkuke i madhi Zot, si qikën ato të parët tanë ke i madhi Zot dhe u thunë, dhe u thojmë ne, dhe këto që do vini bëjnë qevi vetes, mas nesh do vinë. Pra është i cikël udhëtimi që gjithë secili do të mundohet të jetë besimtar i mirë, edhe ai sa të ketë mundësi të përkushtohet në rrugën e fuqiplotit. Gjuman që kalojnë e tham el kejis me ndanën e fësëhu amile lima ba'd el maut. Gjuman që kalojnë e folën për muslimanin i cili do t'jeti mençur. Pra besimtari i sinqert në shpirt edhe në zemër, po i mençur, i zgjuar, vizionar, si që do i madhi Zot robin e vet që e ka bërë krijesën më të lartë. Po t'i pyesësh gjithë njerëzit, dalësh jashtë xhamie, gjithë e quajnë veten super zgjuar. Biles një problem që ndodh është që sa më i pazgjuar tjetë, e man veten për shumë zgjuar. Kurse me Islam sa më i dishëm t'jesh, aq më shumë duhet thush nuk di. Sepse dituria e të madhit Zot është e pafundme, si i tha Khidri Musës. Erdha tha të marr dije te këty. Dhe kur ishin Bregdet, erdhi shpendi dhe e mori i pik nga deti i madh. O Musa i tha, "Gart marrësh dije te ku?" Tha, "Po." Tha, "Ajo që e mori shpendi është dija ime dhe jotja, që të ka zbrit Teurati. Ajo që la, pra deti i tërë është dituria të madhit Zot." Edhe dietarët e mëdhej kanë thënë s'di. Edhe ashtu duhet me qenë fakt. Pyet një që s'di asgjë ke rruga, thotë i di të gjitha. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra të nderuara, që të quhesh njeri i mençur dhe i zgjuar në Islam, tham gjëja parë,
Tha i mençur është ai që llogarit veten. Nuk mundesh dot vlla dhe motër e nderuar që jenë në xhami, që në këtë botë të kesh qenë i përkushtuar në fe, ti ke shrujt kufit e Zotit dhe dalësh ditë gjykimi sikur s'ke vepruar asnjërin nga këto. Nuk ka logjik ajo që ke investuar të do gjesh. Siç nuk ka mundësi që asnjëherë se ke adhuru Zotin se ke njohur dhe ndalësh ditë gjykimit të presin engjëjt me dhurata pafundësi i devotshëm. Kjo nuk ndodh, kjo s'ndodh në këtë botë. Prandaj vendosi 2 kritere që i mençuri që ne përmendëm i pjesë xhuman që kaloi. Tha e para llogarit veten, ku jam me besimin e Zotit? Ku jam në raport me njohjen e Zotit? Ku jam në raport me njohjen e Kur'anit famlar? Sa i njohun jetën e profetit? Sa i kam mirë marrëdhëniet familjare? Në farefis, aty në atë banese ku ndërton si i kam raportet me ato njerëz që janë rreth rrotull. Kush jam unë në punë me kolegët, kush jam unë në shkollë me studentin, me nxënësin. Gjithë secili analizon veten ku është. Si ta peshosh, ashtu do të peshoj i madhi Zot. Fatmirësisht jemi qenë inteligjente që mund t'i bëjmë llogari vetes. Dhe tha, wa amila lima ba'dal maut. Kriteri i dytë që të quhesh i mençur që do fitosh mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër, tha, nuk beson vetëm ka botë tjetër. Çfarë është kjo? Besojnë botë tjetër. Çfarë po thu? Gjitha argumentet e librave të shenjtë dhe të logjikës kur ti angazhohesh me të dalin konkluzion që është bota tjetër, s'mjafton kjo vetëm me ditë që është. Ajo që duhet bërë është që punon, thot profeti, wa amila lima ba'dal maut, punoj punë për botën tjetër, jo vetëm me ditë që ka botë tjetër. Dhe vlla dhe motër e nderuar që jenë në xhami, dita e gjykimit nuk është lojë. Dita e gjykimit është shumë më serioze se kjo botë. Dita e gjykimit i ka strikte çështjet e veta. Ditë e cila do të jesh shumë i devotshëm që të dalësh fytyrë bardhë dhe i gëzuar. Apo të ringjallësh në ditë gjykimit dhe të presin engjëjt me respekt, thonë për ty s'ka llogari, hyn në xhenet me ato 70.000 që do hyjnë pa llogari. Kjo është i pakicë e vogël. Por ti nuk do ta lësh veten në kthetrat e shejtanit mallkum, i cili çdo çast, çdo minutë do ta humbi njeriu dhe dalësh në ditë mbushur me vese dhe me gjinafe dhe me pak vepra të mira dhe me besim dobët. Kurrë kjo nuk lejohet. Ndoshta ti se kap dot, ne të gjithë, kapacitetin e madh devotshmërisë të presin engjëjt si njeri i madh dhe besimtar i devotshëm i fuqiplotit, po as mos e shlon veten tënde të shkatërrohesh fare. Ditën e gjykimit gjithë secili që ringjallet përpara të madhit Zot e kaplon i breng dhe i frikë e madhe që çfarë do fitoj unë sot? Ose çfarë do humbas unë sot? A jam unë nga banorët e xhenetit apo do shkojnë zjarr xhenemit? Aq situatë e rënduar është në kohën biles kur Zoti i gjithësisë nuk merr kontakt me krijesat. Të është i kohë relativisht e gjatë që Zoti i gjithësisë i ka ringjall njerëzit dhe nuk komunikon me to. Siç vjen pastaj mbrapa me tekstet që kella idha duketil ardu dekkan dekka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam yawma idhi yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Për shembull, thot kur dridhet toka me dridhet një pas njëshme dhe vjen Zoti i gjithësisë dhe engjëjt rrjeshta, dhe në atë ditë njeriu e shef xhenemin dhe përkujton çfarë vlere i pati që e përkujtoi xhenemin që s'ka punu për atë ditë dhe thot njeriu mirë për mua që su përgatita. Kjo është kur Zoti i gjithësisë merr kontakt me njerëzimin. Është një kohë relativisht e gjatë që nuk merr kontakt. Dhe gjithë secili friksohet për veten e tij. Ngrehet ai grupi dietarëve dhe shkojnë nga Ademi alayhis salam i thojnë të krijojmë lidhje me Zotin, na japi mundësi që të bëhet dita e gjykimit llogaritemi. I thotë jo, se Zoti është i hidhur si s'ka qenë ndonjëherë më përpara, s'do jetë më mbrapa. Unë sot kam shqetësim vetëm veten time. Këtë thot Ademi? Jo ne. Ademi alayhis salam. Shkoi nga Nuh alayhis salam, i thot po të njëjtën gjë. Nuh alayhis salam, profeti i madh, një nga 15, mbajnë shpresë që i dashur i Zotit. Ibrahimi alayhis salam, i dashur i Zotit, thot unë nuk e marr këtë guxim. Njerëz me peshë të madhe në dynja dhe adhurues të mëdhej. Shkojnë nga Musai që i foli Zoti vetë, thot jo. Shkojnë nga Isai që në këtë botë i tha të vdekurit çohu dhe u ngjall. Me lejen e të madhit Zot, thot jo. Çfarë tregon kjo? S'do ta çoj deri në fund transmetimin, se është thonë. Çfarë tregon? Që është ditë e rëndë, nuk është lojë. Prandaj gjithë secili nga ne bën analizën e vet. Ajo që kam, qofse ju kujtohet xhuman që kaloi, tham disa gjëra që duhet i bëjë njeriu që të nderohet atje. Gjëja parë ishte veprat e mira përgjithsisht që libri do të vijë nga e djatha.
E dyta tham të dëshmosh që ai është një dhe një vetëm kur vendoset ajo në peshore ka peshë madhe shumë. Tham ta madhërosh Zotin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim, i lartësuar shumë dhe i falendëruar i madhi Zot, i lartësuar është Zoti i madhërisëm. Lavdrimet dhe madhërimet do kenë peshë shumë kur dalin përpara tij. Tham morali i mirë do të jetë nga gjërat që peshojnë më shumë peshore. Sot themi me çfarë s'duhet i dalësh sundusit madh ditë gjiki, mos guxosh ti dali asnjë. Gjëja parë, kufri, mohimi. Kush i del Zotit përpara në mahsher në ditë gjykimit dhe s'ka besu në të, është i shkatrum, i falimentum totalisht. Sa? A e ke parasysh në dynja një që ka bëj krim shumë madh dënohet me burgim përjetshëm. Ai që i del jo besimtar Zotit është i vepër penale, aq e madhe në ditë sa dënohet përjetësisht në xhenem. Do guzim madh thush që universi s'ka Zot dhe të thush që unë jam rasisht dhe gjithë të mirësisë më kam mbuluar me të mira. Të jesh jo besimtar është vepra penale që ai në botën tjetër dënon me burgim përjetshëm zjarr xhenemit. E pa diskutueshme. Zjarr xhenemit shkojnë jo besimtarët. Shkojnë ato që i kanë bërë shok Zotit. Shkojnë dhe i pjesë e muslimanëve. Po, me tekstet qarta, kur të vjen peshore vepra dhe ke më shumë të këqija se sa të mira, dhe ato muslimanë shkojnë zjarr. Ato muslimanë kanë qenë dhe muslimane. Kanë bërë më shumë keq se sa mirë dhe kanë qenë neglizhent ndaj kërkimit faljes dhe nuk i ka fali madhi Zot. Nuk i ka mëshiruar në atë mas që ato të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Po atëherë dhe jo besimtari dhe ai që i bën ortak Zotit dhe ai që është musliman gjithë në xhenem, po, ku është ndryshimi? Ndryshimi është që ai që e ka mohu Zotin do të jetë përgjithmonë zjarr. Kurse ai i cili e ka besu Zotin po ka mëkate më shumë se sa veprat mira, do rri për një kohë ndoshta dhe gjatë, po do dali i ditë do shkojnë në xhenet. Kurani e vërteton këtë. Kur hyn të tre këto palë në zjarr, hipokritët janë akoma më poshtë, i kalon një kohë dhe këto jo besimtarët i afrohen muslimanëve, edhe muslimaneve. Ju do të keni qenë muslimanë dhe muslimane, i thojnë këto po. Te e komentojnë komentuesit e Kuranit. I dhe qa ju vleti juve si musliman? Ju në zjarë edhe ne në zjarë. Drejt për zrejti ato, në zjarë xhenemit ja thojnë këtë. Qa ishit ju në dynja, keni besu që ka i sundus madhë. Ju në zjarë, ne në zjarë. Kurani thotë, rubbe ma jo e dulledhine keferu, la u kanu muslimin. Ah, sa shumë do vi i qas, do dëshirojnë ato që s'kanë besu të kishin qenë musliman. Në këtë qas jo besimtarët i thojnë muslimanëve dhe muslimaneve që çfarë ju vleti juve që besut Zotin, Zoti gjithësisë po i dëgjon dhe jep i urdhër hyjnor, i sundusi i madh i botrave. Kur e shef të sken thot, në këtë qast, urdhri atij është i padiskutueshëm, inema emru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Çështja e tij është kur dëshiron diçka do bëj, ajo bëhet në çast. Jep urdhrin hyjnor, sundusi absolut. Thot, kush ka besu në madhështinë time dhe i grimz besim që ka pas në atë botë, dalin nga zjarri i xhenemit dhe aty të ngelin vetëm jo besimtarët dhe mushrikët. Thot Zoti, rubbe ma ju adul ledhine keferu le u kanu muslimin. Këtu ato cilët kanë qenë jo besimtarë, atë kishim qenë dhe ne musliman si këto qovë dhe ka që dobët se sa kanë qenë këto, se po dalin e po shkojnë në këto më gjenet. Prandaj, nuk guxon njeriu t'i dali Zotit me mohim dhe nuk guxon njeriu t'i vej ortak Zotit gjithësisë. Thot që këtë univers e ka kriju Zoti, po është edhe një tjetër bashkë me të. Apo gjysmën e universit Zoti që ne njohim, po edhe i Zot tjetër ka bërë gjysmën tjetër. Apo e ka kriju Zoti gjithë këtë univers, po ka dhe i babë dhe i nën. E me radhat e që e tham radhës që kaloj, apo të shkosh ke varri, apo ke vendet e shenjta dhe të kërkosh ndihmë aty që i kërkohet vetëm Zotit madh. Ti thush ati më varr, më çon në xhenet, më ruaj nga zjarri i xhenemit, më furnizo me begati dhe me risk. Skandali i madh që të nxjerr nga korsia dhe autostrada e bukur dhe e shkëlqyeshme islame. Çfarë zguxon tjetër me i dal njeriu Zotit gjithësisë përpara në atë ditë? Ne duhet t'i dëgjojmë dhe t'i praktikojmë. Nuk guxon njeriu, musliman apo jo qoftë, t'i dali Zotit këtë derë gjakt pa fajshëm të këtë vraj njeri. Është drame madhe në atë ditë. Thot në Kur'an, lidhali ketebna ala beni Israil, për këtë arsye e shkrujtëm që këtë urati i beni Israilve,
Kush vret një njeri pa drejtësisht, ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kush e vret një person pa drejtësisht, sikur e vrau gjithë botën. Një me vra pa drejtësisht, sikur e ke vrar 7 miliard që janë sot. Dhe thot profeti jon i dashur, ditë gjykimit ai që është vra pa drejtësisht, i hapen rrjeshtat dhe niset drejt arshit të Zotit. Dhe gjaku thot i rjedh i pafajshëm. Afrohet afër arshit dhe afrohet derisa kur afrohet shumë afër, thot profeti thot, Zot, pyet atë që më vrau, pse më vrau? Mjerë për atë që ka vrarë dikon pa drejtësisht, se çfarë përgjigje do t'i japi Zoti gjithësisë në atë ditë. I musliman i vërtet, jo hipokrit. Një muslimane e ndershme, jo me 10 fytyra. Musliman dhe musliman sinqert. Dhe jo të devijum. Kur ecin rrugë, shikojnë mirë, mos të shkelin një milingon. Se s'dun me bot dëm. Hasha lillah njeri, kur ecin rrugë, shikojnë mirë, mos bëjt dëm në i krijeset vogël që nuk e ka shiku. Kurse ato që manipulojnë në emrin e Islamit bëjnë pastaj veprime se e bëjnë për ta shkatruar imazhin e kësaj feje, do ta gjengë i madhi Zot. Njësi kur ka vrarë gjithë botën, imagjino të gjejnë ato që bëjnë krime në tokë. Çfarë nuk duhet dali muslimani, s'duhet ta menoj një njeri që beson Zot, dali përpara Zotit pa u fal. Thot për Firdeusin, kur thot që flet për xhenetin Firdeus më i larti, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtu besimtarët në botën tjetër, ato cilët kriteri i parë për të shkuar në Firdeusin në më të lartin, ato cilët janë të kujdesshëm kur falen. Në fund tregon disa kritere dhe thot, pra përmend e fillon me faljen, e mbyll me faljen, thot ato që e ruajnë namazin e tyre. Vlla dhe motër e nderuar që jeni në xhami, mos dëgjoj pra Allah jashtë. Jo, s'kam kohë. Jo, është e vështirë. Se 8 orë punë i bën fiks. I ndeshje futbolli, i shef dhe nxemjen para. Gratë tjerë mos thoj fare s'kam kohë se nuk len telenovel papa. Gjithë e dim. Nga hyremi, se që është një elifi që qarkullo sot, gjitha. Kur maron ajo, thojnë kote pam se u më kohën, po e pan, sa fillon tjetra, prap aty i kem. Se e mu femra, meshkuj për shohin telenovela më shumë se femra më duket këtë kohë. Por, mos thuj s'kam kohë, së është gjinaf. Sepse gjitha i shikon për namaz nuk gje kohë. Hasha lillah. Qofse do me shku afër Zotit gjithësisë dhe fiton xhenetin Firdeus, do dhe disa kritere tjera, namazi është baza. Profeti ka thonë, kush falet dhe i ruan faljet. Kanet lahu, dëgjoje, kanet lahu nuran, wa burhanan, wa najatan yawm al-qiyamah. Kush vje dhe i ka fal 5 vaktet, po i ka fal. Kuptohet, njerëz jemi, por përgjithsisht ka qenë rregull. Kush vjen me falje në ditë ka 3 gjëra të mrekullueshme. Vjen me dritë, me argument dhe shpëton. Kush thot i lën faljet, nuk e respekton Zotin, se falenderon duke u fal, s'ka as dritë, as argument dhe nuk shpëton. Qa tjetër nuk i del? Nuk i shkon muslimanit i dali mendje madhësia. Edhe musliman dhe muslimane edhe mendje madh, jo. Po flas se ka shumë, unë deri këtu do t'jem. Ka thonë profeti alayhis salam kur i shkoi njëri, kishte dëshirë t'u vishte bukur shumë, kishte pasuri, tholla shumë. Por kishte frikë se po t'u vishte bukur mos u bënte mendje madh. Dhe i tha o i dërguari i Zotit, e kam merak se i kam të mirat e Zotit, e kam merak që të vishem. Të vesh rrobat më të bukura, ti blej se kam mundësi. Po kam i frikë, i tha profeti vol, çfarë frikë ka? Tha, kam frikë sepse mos bëhem mendje madh, mos quhem mendje madh. Dhe profeti thot fjalinë e famshme inna Allahe xhamilun yuhibbu xhamal. Zoti është i bukur dhe e don të bukurën. Dhe i tha o njeri, kush është mendje madhsi? Që ne gjithë i bëjmë analizë, jemi mendje madh apo jo? Tha mendje madh është ai që refuzon të vërtetën dhe në vlerëson të tjerët. Që do të thot, i shkonte dhe i thu, besoje Zotin se ky univers ka një autor të madh. I thuti drejt për drejt, miliardë argumente që i ken trupin tënd nga që lizet neuronet e me radhë, janë argumente të pakontestueshme, miliardë argumente që janë për Zotin, s'mund të vinë kurrë rastisht. I thot mos vol për Zotin se s'duhet të dëgjoj, ky është mendje madhi.
E dyta, kush është mendje madh në vlerëson tjerët? Kush është ky? Unë jam shumë më lart. Kush është ky tjetri? Unë jam shumë më lart. Gjithë janë më poshtë se sa unë jam më i madh, më i lartë të gjithëve, ky është mendje madh. Thot profeti, kush ka i grimës mendje madhësie në zemër syn xhenet. Don kujdes, unë po them gjërat më të mëdha dhe e fundit. I musliman dhe i muslimane nuk i del Zotit pa moral. I pa moralshmi nuk fiton ditë gjykimit. Ka thënë profeti alayhis salam, e kanë pyet kush do të jenë njerëzit më afër me ty që ditë gjykimit do afrohen, do rinë, do shoqërohen me ty, që në mahsher pa hyrë në xhenet. Ka thonë më të moralshmi do afrohen më afër meje. Sot Zoti na ruaj. Vëllezër, motra të nderuara, duhet të jemi të kujdesshëm se sot rrëshket këmba. Sot mashtrohesh. Sot ecën me trendin e kohës e të hu morali. I ke parë njerëzit pse i bëjnë gjitha, është ajo që thot profeti, i ka ik turpi. S'ka turp, s'ka semafor, nuk i nizet asnjëherë semafori aty. Se turpi është, semafori ka dalë vend ky i makinave, se s'ka pas. Semafori më i madh i krijimit hyjnor është turpi që ka njeriu. Kam faqe thot nuk e bëj, skuqet me bërë një gjë që nuk shkon ndaj shoqërisë, ndaj familjes, ndaj vetvetes, ndaj njerëzve. Pa moralshmit nuk fitojnë ditë gjykimi. Moralshmi është afër profetit, merr shpërblime pa fund nga Zoti i gjithësisë. Sot ka humb, fatkeqësisht. A do ta humbim ne? Kurrë në kurrës. Në kohën e profetit ton, ajo ishte me epilepsi. Shkoi dhe i tha se kur e kapte epilepsia që e humbte mendjen u zhvishte. Tha, oj dërguar i Zotit, lut ju të gjithë fuqishmit, se profetëve ju pranonte lutja në çast. Lut ju të mëshiroj. I tha profeti, por tha, se kuptohet në Islam sprova sa më e madhe të jetë aq më afër xhenetit je. Tha, unë i lutem dhe të shëron, por po durove e ke xhenetin e sigurt. Dhe u mendua ajo. Tha, po duroj pak kohë në dunja, ka ik ajo sot, s'është më, fitoj. Tha, po duroj pak kohë, se epilepsia rrallë e kapte, edhe kam përjetësin gjithmonë dhe inshallah e ka. Edhe mori me ik, pastaj u kthy. Tha, oj dërgumi i Zotit, lutje të madhit Zot, që unë se kur bin gjendjen e epilepsisë unë zhvishem, i gris robat dhe mund të shfaq pjesë të turshme. Lutju Zotit mos ndodhi kjo, dhe u lut profetit dhe nuk i ndodhi më. Qa do thot? Këto sotmet, nga që bëhet lajm botror, nga i herë zhvishen me konshiencë, na i herë bëjnë sikur gjasme u kapën nga paparazët e sotëm me dalë nëpër media ndryshme për famë, për kotësi, për harres, për të shkuar zjarr të xhenemit. I ke parë sot i bëjnë reklam femrave vetëm po u zhveshën. Për shkencëtare, për të nderuara, për të moralshme, për bashkëshortet ndenja, për heroina si nën, harohen. Po u zhvesh, u bë VIP i madh. E do bin viktima muslimane dhe muslimane ndershme për kësaj kur? Ajo me epilepsi dhe thoshte jo. Malik ibn Dinar dhe me këtë e mbyll, udhtojshin disa shokë dhe kishin ndezi zjarr. Dhe fillon duke u ngroh. Dhe i rishin distancë zjarrit. Njëri prej tyre e vendoste dorën mes zjarrit, aty ke prushi. Dhe thot Malik ibn Dinar u tremba edhe u tërhoqja, ai thash, ai e njeri apo xhind? Si e ve dorën zjarr dhe nuk u diqte, tha. Malik ibn Dinar është nga dietarët e mëdhtë të umetit. E vendoste dhe nuk ju diqte. Tha, je njeri apo xhind? Njeri, tha, çat xhindi jam. Unë jam filani, birë filanit, kam babën në gjitha, jam njeri. Që njeriu tha, zjarri nuk të djeg. Si shpjegohet? Tha, kam një ngjarje. Tha, kam qenë i dhënë pas një femre. I krijojsha skema intriga pa fund që ajo të ishte afër meje. Dhe më në fund e gjeta rastin. Kur arrita që ta kem afër meje se kishte nevojë për disa tolla, ja hodha ato aty. Edhe mendova se ajo pranoi për immoralitet. Dhe ajo i tha, a i ke mbyll mirë derën dhe dritaret? I tha ky, si që s'kishte marrë trapanin me i mbyll më që mos t'i hapte kush. Tha, i ka mbyll totalisht, mos ki merak. Tha, e ke mbyll derën dhe dritaret që shikoni madhi Zot. Femër e lartë shumë, që do në bësh këtë veprim, se ky desh me e mashtrut, do t'jap disa tolla, pastaj desh me e kalun në çështjen tjetër. Po kishte shumë, se sot thojnë për 20 euro bëhet nami. Femna sot kanë ra fare. Ai kishte isasi të madhe, se sa më ç'a ndodh. Këto me 10 euro si merr njëri për nuse këto. Këto janë për ves. Me i thon atij, e merr për nuse kët, thot më mirë vras veten. Pse në këtë drejtë do ta lej femra veten? Për 10 euro, për 20 euro, për 30 euro.
Edhe ja hodhi kështu dhe mendoi se ajo është lojë moralin e vet, ai ke mbyll dritaret edhe derën, tha më mirë s'bëhet, mos ki merak, nuk na shikon kush. Tha të madhin Zot e ke blloku pamjen e time na pa? E u shtanga tha. Edhe mu kujtoi madhi Zot. Ky njeri tregonte vet, mu kujtoi madhi Zot dhe i thash merri këto dhe më fal. Kujtoi për çastin vlerat e moralit madh. Kujtoi Jusufin alayhis salam të Kur'anit. U boj durueshëm për çastin si njeriu po duroi nderon veten. Por unë po ju them, po i them motrave muslimane, nëse ti ruan moralin këtë kohë, ti do bësh gjëra të mëdha të shkëlqyeshme. Zoti do të begatojë ty me risk nga të gjitha anët. Do të japi mirësi që ti si mendon. Se kjo femër e kishte rrit moralin e madh. Thot mori për çik dhe ke dera u kthy dhe më tha thot, o njeri, Zoti trujt nga zjarri i xhenemit, Zoti trujt nga zjarri i kësaj bote. Pasha Zotin i thot ja Malik, i thot shokut e pasha Zotin që nga ajo ditë ja dëgjoi plot fuqishmin çast, nuk më djeg zjarri i kësaj bote. O Zot, tha inshallah, edhe nuk më djeg zjarri i xhenemit kur dal përpara Zotit. Prandaj nuk mundet i musliman dhe i muslimane t'i dalë Zotit pa moral ditë gjykimit. Inshallah këto që i tham Zoti na bëf frytyrë na rujt nga çdo e keqe ya rabbel alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Elajna ahsan al-kalam wa ablaga an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam. I qofshim fal madhit Zot që na udhëzoi, mos na kështu udhëzoi plot fuqishmi rrugën e drejtë, vetëm ai e din çfarë skutash të veseve, të pasioneve, të tepsheve të këqija do të ishin. Lust madhin Zot, asnjë njeri mos dali sot nga xhamia na i ket fal Zoti gjithësisë gjithë gjinave të jetës tonë. O Zot na fal neve që jemi këtu prezent, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. O Zot i madh, na i fal, na i mëshiro, na i mbulo me të mira, na i përkëdhel me mirësitë tuaja baballarët dhe nënat tona. Ato që janë këtë botë i madh, Zot jepi çdo të mirë, ato që kanë ndruar jetë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. Zoti gjithësisë arsimoj, bëjt moral që më fali, më shiroj të rinjtë dhe të reja tona. I madhi Zot ato fëmijët që po rriten për muslimanëve dhe muslimaneve, bëj dietar të mëdhej të umetit islam, hafiz Kuranit famlar, të ruaj nga çdo e keqe i madhi Zot. Të lutemi me shpirt edhe me zemër, o i plot fuqishëm kur të vi çasti që do vdesim, themi la ilaha illallah dhe ti të jesh i kënaq me ne. Na jep xhenetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Zot, më qofse shkojmë në xhenet me mirësinë tënde dhe me fadlin tënd, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde, ti je më i madh, më i lartë, më i bukur, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Sepse zemra jote duhet i thush rreth çdo minutë 70 herë. Çdo orë 4200 herë. Çdo 24 orë 100.000 herë. 365 ditë vitit 35 milion herë. Nëse të jep Zoti 70 vjet jetë, zemra jote rreth 3 miliard herë. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.